Shtkurrja e popullsisë vijon të prek fshatrat në zonën e Bulqizës. Fshati Viçishti Poshtëm dikur kishte mbi 100 banor, ndërsa sot numërohen vetëm 11. 90% e banorëve janë larguar, ndërsa ata që kanë mbetur ende aty janë të moshës së tretë. Ylli Tola tregon se dikur në këtë fshat mbillej çdo kulturë bujqësore dhe prodhimi ishte shumë i lartë. Sot sipas tij tokat kanë mbetur djerë për shkak të largimit masiv të banorëve. Për këtë Tola fajson politikat qeverisëse të këtyre 35 viteve që sipas tij nuk kanë qenë kurrë në mbështetje të fermerëve. Kanë met 11 se nuk ka shtet, se shteti shko mos gjepa të veta le popullin këtu të vuje si qeni. Vëje domatën, vëje patatë s'ka ku ta shesi këtu, më ç'ta merrni. Merren njerëz të shket me fukarallik, është veti. Ju vini për ditë në rrugave. To me fukarallik nuk ja dalin dot. Duhane gjitha misër, grur, jonç, gjitha i ka pas. Fshati Viçisht, gjithë fshatat e Dibrës. Si janë braktis kanë me 2-3 familje këtu. Ndërsa Besnik Markja thotë se fshati Viçishti Poshtëm po bëhet i shkret pasi banorët e fundit janë mosha e tretë, duke qenë se rinia është larguar e gjitha. 11 banorë të mbetur në këtë fshat sipas Markjas mundohen të mbjetojnë me bujqësi, por e kanë të vështirë për shkak të mungesës së ujit vaditës. Mbi 100 banor. Shtet janë 11 banor. Në ato janë intervale, vjen hiqin me të mirësh. Edhe çka, tokë kanë gjithë. Ashtu si fshati Viçishti Poshtëm, ka edhe shumë fshatra të tjerë në Bulqizë ku numri i popullsisë është kurrë në mënyrë drastike si pasojë e largimit masiv.